Selamu alaikum të dashur miq, ky është takimi ynë i radhës në kuadër të Ramazanit dhe tek emisioni Dritarja e Agjëruesit jemi drejt për drejt dhe sot do të flasim me Hoxhën Fadil Musliu, me cilin do të mirëpresim telefonatat tuaja që mund t'i drejtoheni Hoxhës me pyetje. Hoxh, kënaqësi që jemi bashkë në këtë emision. Kënaqësia është edhe ime. Dhe sigurisht ky emision karakterizohet me pyetjet dhe telefonatat e teleshikuesve, por paraprakisht derisa do të presim telefonata, ne do të flasim lidhur me një hadith që ka të bëjë me Ramazanin. Pra Muhamedi alayhis salam ka thënë kur hyn muaji i Ramazanit, dyert e xhenetit hapen, dyert e xhehenemit mbyllen dhe shejtanët prangosen. Çka do të thotë Hoxh kjo për besimtarët konkretisht në Ramazan dhe a do të thotë se besimtarët janë imun ndaj mëkateve gjatë Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fillimisht ju përgëzoj për emisionin, për këtë ditare të hapur për të gjithë vëllezërit dhe motrat kudo që janë në vend apo edhe jashtë vendit. Dhe është një mundësi e artë, është një mundësi e shkëlqyeshme që të marrin përgjigjet e duhura nga hoxhallarët e nderuar që keni çdo natë, ju dhe stafit tuaj, pasi që jemi në fillim urime dhe për hajër qoftë muaji i bekuar Ramazanit, një urim i këtillë shkon edhe për të gjithë ata që po na ndjekin kudo që janë nëpër botë. Pa dyshim se një prej haditheve ma motivuese, ma nxitëse për të bërë mirë në Ramazan është edhe hadithi që ju e lexuat, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë kur të vije Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen shejtanët e rebeluar. Që do të thotë mundësia është e shkëlqyeshme, sepse dyert e xhenetit janë të hapura, i thrasin besimtarët, ato të zjarrit të xhehenemit janë të mbyllura, ata që i nxisin njerëzit apo i shtyjnë njerëzit të bëjnë keq shejtanët e mallkuar janë të prangosur, atëherë çka të pengon? Çka të pengon pi punëve të mira tash? Dhe tash është mundësia e shkëlqyeshme me tregue fytyrën e vërtet çdo njëri prej nesh. Sepse jashtë Ramazanit nga pak a din po arsyetohemi shejtani mallkuar nxiti apo mashtroj apo mlajthiti apo mdevijoj apo diçka të ngjashme, e arsyetimet të ngjashme gjejmë, mirë po tash në Ramazan secili prej nesh e tregon atë çfarë ka në brendësinë e tij, e manifeston çka jashtë. Kështu që kur thirrsi thret për punë të mira dhe thirrsi tjetër me leku thret që të ndalim nga të këqijat, kur dyert e xhenemit janë të mbyllura, dyert e xhenetit janë të hapura, atëherë nuk na mbetet tjetër vetëm të punojmë me një sinqeritet të shtuar dhe një seriozitet më të madh se sa që kemi punuar deri tash. Dhe hadithi specifikon se shejtanët janë të prangosur, siç e përmendet edhe ju Hoxh, por a do thotë se jemi më të mbrojtur nga mëkatet? Po sigurisht gjatë muajit të bekuar të Ramazanit jemi më të mbrojtur sepse tash po e them ato mashtrimet, dinakritë e shejtanit nuk janë shumë aktive, nuk janë shumë prezente. Tash çfarë do të bëjmë keq, do të më pranue, ajo është për vetes sonë. Sepse megjithatë sërish edhe në Ramazan, njeriu është njeri dhe duhet apo do të gabojë. Njeriu nuk është imun ndaj mëkatet e vogla janë në realitet. Pra jo plotësisht i mbrojtur. Edhe kur është pyetja te prangosja e shejtanëve të mallkuar, përmerren disa transmetime shejtanët e rebeluar, ata do të thonë më kryesorët, ata më aktiv që janë, ata janë të prangosur, ndërsa kësi të vogël ka nga pak që ngacmojnë njeriu edhe në Ramazan. Por realisht njeriu tash e shpërfaq anën e tij të brendshme që jashtë dhe e tregon fytyrën e tij reale. Kështu që tash secili prej nesh është shumë më i lirë, është shumë më i relaksuar, është shumë më i disponuar për punë të mira
dhe nuk besoj ndonjë besimtar musliman që nuk ndikohet prej Ramazanit. Të gjithë ndikohemi pozitivisht, por dikush ma pak e dikush ma shumë, tash arsyetime nuk ka, që me thonë po mdale, apo po mjosh shejtani mallkuar, sepse dihet prej metodave më tërheqëse, më atraktive, shejtani që i ka jashtë Ramazanit dhe që i nxit njerëzit me bë punë të këqija është kush hieshimi apo zbukurimi i punëve të këqija. Ja hieshën, qysh ja hieshoj babës njerëzimit, edhe nanës njerëzimit, Ademit edhe Havës. Çfarë ndodhi? Ja hieshoj atë pemën e ndaluar. Allahu i madhruar i futi prindrit ton në xhenet, Ademin edhe Havën, edhe ju tha, gjithë çfarë ka në te është e juaja. Çdo gjë mundi me shfrytëzue. Përveç një pemë, që quhet pema e ndaluar. Dhe shkoi shejtani mallkuar dhe ju tha prindve ton, i tha, kreti kini, amo kjo është më e rëndësishmja, se kjo pemë është pema e pavdekshmërisë. Nëse këto e hani, ju kur s'keni me vdek. Edhe normal, njeriu, sidomos në xhenet, ka qef me jetu çdo herë. Edhe në këtë botë kur po i rregullon punë, po i ndresh punë, po kishe me jetu, po, se po thuaj, kom kryer shkollën, e kom gjetë punën, jam martue, kam ato, kam fëmijë, kam familje, kam këto, edhe po rregullohet sidomos një pjesë e popullatës, që Zoti s'na pyet se si shim vdek kur. Edhe i joshi, u hajeshej atë pemën, kjo tha është pema e mëshueshmërisë. Merrën e tha, edhe jeni të pavdekshëm. Edhe çka, u hajeshej ato, e morën, e hangrën pemën, edhe u bë shkak për me i largue prej xhenetit, pastaj e bartën katin, dhe pse nuk llogaritet, nuk konsiderohet mëkat shumë i madh. Por aq shumë janë mërzit kur i ka larguar Allahu prej xhenetit, thuhet në për literaturën islame që Ademi alayhis salam, baba jon, baba i njerëzimit, 40 vite kokën e ka majt poshtë të rrjedh lët për shkak të mërzisë që boni atë gabim. Keqardhjes. Po ka ndje keqardhje. Shkeljen e asaj që nuk e ka lejuar Zoti. Dhe hoxh, mirë, do të presim telefonuesit tanë që mund na telefonojnë, ndërkohë do doja edhe pak të flasim në kontekstin e këtij hadithi, si mund të përfitojmë më së miri pra prej kësaj periudhe të bekuar të Ramazanit, në mënyrë që ta shfrytëzojmë këtë mundësinë derisa dyert e xhenetit janë të hapura, që nënkupton se fitohet më lehtë xheneti. Sigurisht dyert e xhenetit janë të hapura, edhe të xhenemit të mbyllura, dhe çdo natë të këtij muaji të bekuar, ka njerëz, ka besimtar që Allahu i largon emrat e tyre nga lista e xhenemlive. Çdo natë ka të liruar nga zjarri i xhenemit. Pra, po e zon filani, i biri filanit është për xhenem, Allah i thot engjëj me lajkeve, këtë rob timin futeni prej banorëve të xhenetit. Edhe këtë, edhe çdo natë shtohet numri i të liruarve nga zjarri i xhenemit. Që do të thotë veç pak duhet punë edhe me boda, me bo lutje. Na pak po e neglizhojmë lutjen. Pra Zoti e do atë për kushtimin tonë. Po sigurisht Allahu si sebeb për të na falur. Dëshiron që na të jemi më aktiv, na të jemi më afër tij dhe më afër Zotit jemi me punë të mira. E nuk do të më qenë larg, nuk do të më qenë inferior, apo nuk do të më qenë mendje madh, sepse një pjesë e njerëzve që zbojnë dua lutje, pse thot me bënë dua lutje, ne kërkon se ku mbyt. Po lutem Zotin, se ai njeri është njeri, edhe s'mund të realizon kërkesat tu asnjëherë, edhe ka çfarë me lutë, thonë zotria keni mundësi me ndihmue, ose axha keni mundësi kështu, ose drejtor kështu, ose ministër apo çfarë do pozite që ka. Kështu që tek Allahu nuk ka protokoll. Tek Allahu nuk ka kohë caktuar. Kështu që tash në studio ti duke folën e më lut, sepse doat më të mira janë ato të shkurtra që dalin nga zemra. Nuk ka nevojë me bë poezi, apo me bë referat, edhe me bë me rimë atje në fund, sikur me shkruaj poezi vazhdet po. Mund të bëhen edhe të atilla me raste. Nuk është problem, po tek Zoti nuk ka nevojë përmendja e Zotit, nuk ka nevojë të komplikuar me vështirësue, se te Zoti me rëndësi është ajo që është në zemër, jo ajo që bëhet jashtë, sepse shumë kush mendon që në hoxhallar dim doma të veçanta, edhe thot a ka mundësi se ju po i lexoni Kur'anin. I dini më të veçanta hoxh. Po në rregull, po. E veçanta e saj është se i thoni në gjuhën burimore, kështu. Jo, na mendoj që nuk kem nevojë patjetër të themi veç arabisht. Kush i dini thot, ama Allahu në Kur'anin fisnik thot shumë shkurt. Ud'uni, me lutni mua, astajib lakum, unë ju përgjigjem juve.
Si të dini? Po, a luti shqip, a luti anglisht, a gjermanisht, a frëngjisht, a arabisht, a turqisht, a bosnjakisht, absolutisht nuk qënë kjo pesh, sepse Zoti din që edhe ti ndoshta e këshelut Zotin me datë që janë në original, po në mungesë të njohurive të e lutë me zemër. Dhe datë më të mira, unë mendoj, janë ato që dalin nga zemra. S'ka nevojë pra me kompliku shumë edhe me shkrue, që kur dikush me ndonë me bo një list aty në telefon apo në letër edhe me nxirr namaz me lutë. Jo, more, lutu se Zoti din, sidomos në namazet vullnetare, në sejdë. Lutë Zotin që me të falë, se po falë çdo natë, po falë. Pra kjo s'duhet të harrohet. Te Zoti nuk ka numër që me thonë tash, po tash këtë muslimat e botës për i lutën, a monet këtë mi falë, po qysh, veç me mendu kështu. Më katojnë. Po, është gabim, është gjëna. Ose me mendu a më falë muaja, që kjo e gabim. Qysh më rest të falë? A i Zoti, qaq i mshirëshëm, qaq i dashur, iblisit, krijesës më të keqe që ekziston, ju ka përgjigj, kur ka bo doa. Pse kur e largoj Zoti iblisin nga mëshira e vetë. Do me thonë, iblisi është ai kreatori apo ideatori i shejtanëve. Ajo është do me thonë që i nxjerr këtë projektet e këqija. Dhe kur e largoj Zoti nga mëshira e vetë, çfarë thaj? Unë e tha, do t'i devijoj, e do t'i avhjeshoj, e do t'i bëj këta, për mi largu njerëzit. Dhe Zoti ja mundsoi. Edhe i tha Zotit, po tha, o Zot, se iblisi nuk është e vërtet që se din se është Zoti. Se dikush po mendon, po thot, ai nuk e beson apo nuk e din që ekziston. Jo, e din edhe e beson, po çka nuk ju bën kundërshtoj. Nga kush? Nga mendje madhësia, nga arroganca. Se tha njeriu ne krijohen nga dheu, e mu nga zjarri, tha, e unë e pepranej këto, tha me udhëhiq tokën, edhe nga mendje madhësia, Allah e largoi nga rahmeti, nga mëshira vet. Çfarë i tha Zotit iblisi? I tha, o Zot, më bëj mua prej të afatizuar, do më thonë, afati i jetës simet, mos jetë sikur i njerëzve, po bënë mua të jetoj gjatë. E Allahu i tha, ti tha, je prej të afatizuar, do më thonë, deri në ditën e gjykimit ekziston. Ja pranoj, kanë kërkesën lutin iblisit, e s'po ta pranoj ka ty, që i thu vetit musliman, e që përulesh natën e ditën, Allahu te bareke ve. Pak të s'duhet haruar asnjëherë. Lutja ka shumë rëndësi prej veprave më të dashura. Dhe tash numri atyne që shkojnë për xhenem apo që regjistrojnë është shumë i vogël. Do të thonë mundësit janë të vogla me shku ka zjarri i xhenemit, mundësit janë të mëdha me shku ka xheneti, andaj çfarë na mbetet? Vetëm punë edhe ato të laramishme, adhurimet të lloj-llojshme. Jo çdo ditë veç po lexoj Kur'an. Ky tjetër çdo ditë veç po rrin xhami. Ky tjetër çdo ditë veç po bëj këtë. Sot bën këto, nesër ato tjetër, pas nesër tjetër. Ka kombinohen edhe përjetohen më. Po, edhe qofshin të vogla. Se s'të kushton kur gjë 3 hurma dikujt me jallon për iftar, ose një shishe ujë, ose një gotë ujë, se në Islam nuk shikohet sasia, po shikohet cilësia. Shikohet sinqeritetin atë punë që po e bën. Dhe kush mund t'i bëj këto? Edhe po mendoj që çdo njëri prej nesh. Nuk ka ndonjëri prej nesh që me thonë, unë nuk muj me bo kur gjë. Ti mundesh me bo diçka tjetër. Ti po jap kontributin këtu, nuk po e dhon këtë kontribut, që ta shtik këto mua, që me thonë, në këtë gartim ke kalu mua. Mirë po në dikun tjetër, jam të dhon kontributin tjetër, që të kaloj ty, ose ta shpytje përgjigje, ti se kje qatë luks as komoditet, paktën edhe s'besoj që i interesu me marrë atë përsipër, me dhon fetfa, me dhon përgjigje, ajo më takon mua, ti e ki shpërblimin e moderimit, unë e kam shpërblimin e përgjigje. Pra se cili ka hisën në shpërblime. Dhe tashmë pjesë e këti kontribut janë edhe telefonuesit tanë që po presin në linë për të marrë përgjigje adekuate nga hoxha që është personi kompetent për të përgjigjur në çështjet fetare dhe e kemi telefonuesin e parë. E mirëpresim, alo? Alo? Por, nëni? Mirë mrama, urime Ramazani e Gjirim Felis. Urime dhe juve. Juve si moderator. Faleminderit. Kam qytje në abdomenin, po më intereson, a janë prej djallit mallkum, apo e gjinme, apo prej magjisë të rogëve që zilia, apo nuk po di me spjegu. Një kod gjatë e kam. Prej 2021-ës prej 2 gushtit. Dhe nuk po di ka më orientu. A nër hoxhallar, apo nër shelera, keni problem? E Zotit, po më largu kjo shtrëngim. Ti me ma hinë boks në
stomak. Faleminderit shumë, natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. Padrojmë telefonatën tjetër, alo? Alo, noni? Mirë, ka ikur. Tërë Hoxh, e këshilloni, a mund tjetë çështje zilije, hasedi, diçka që mund të pengoj edhe fillimisht në organizëm? Unë e këshilloj këtë motrën që tash në këtë muaj, kur gjithçka është ma lehtë, t'i drejtohet Zotit të madhruar, me lutje, me dua, që ta shëroj atë. Dhe kthimi më i mirë në start është tek Allahu te bareke ve teala. Çfarë do të na ndodh? Pasi ti mbështetemi Allahut, edhe e dim se kjo që ka që Allahu këtë sprov që ka unë problemin në abdomen, do më thonë këtë pjesën këto, kjo është për të mirën e kësaj motrës, sepse sprovat janë disa llojesh. Ka sprov, sikur kjo unë mendoj, kjo është me vetëdijsue, me ngrit vetëdijen e kësaj motrës, që kjo më shumë të lidhet me Allahun e madhruar. Do më thonë, po ta tërheq pak vërejtjen Zoti, ktheu pak më shumë. Se si duket, ka nevojë më shumë të kthehet tek Zoti. Se në bazë të pyetjes e kuptova që ka nevojë më shumë. Ku e kuptova? Ku e nxirra këtë? Se tha, a do të më drejtu te hoxha, atë mjeku, atë shehleri. Ku ka valla shehleri? Çfarë shehleri? Shërimi tek Zoti më drejtu, të kërkosh hiç. E pastaj rruga e parë. Rruga e parë është në ambulant apo te mjeku familjar, apo te mjekja familjare e familjes. Shkon aty, i bën të gjitha analizat. Të gjitha. Një nga një. Nëse, edhe inshallah ashtu është, nëse të gjitha dalin në rregull, atëherë mund është një konsultim me bë me një hoxh. Amo pa e marrë një përgjigje pozitive që krejti je mirë në aspektin shëndetësor, nuk ka nevojë më drejtu tek hoxha. Edhe nëse dalin të gjitha në rregull, atëherë bën një konsultim, sepse unë e di që mjekësia bashkëkohore mësyshin nuk e pranon. Edhe atë xhelozin që Allahu na mëson me u lutna që më na ruajt Zoti prej xhelozisë së xhelozit, wa min sharri hasidin idha hasad. O Zot më mbroj nga e keqja e xhelozit që xhelozon. Ai mos më qenë ajo se po lutemi. Edhe do të thon mjekësia bashkëkohore, mësyshin, xhelozin, magjin, ngacmimet, cytjen nga xhenet nuk i pranon. Përveç këtyne mjekëve që janë besimtar të devotshëm, këta po. Sepse edhe ata po e konstatojnë që gjitha po dalin rregull, pacienti kështu me po krejt në rregull, ndërsa është i çrregulluar. Ka çrregullim stabiliteti, po gjitha analizat e qesin mirë. Ose po e shohin se kur po i lexon dikush Kur'an, ja lexon surën Al-Fatiha, ai vjen ulet te Fatiha aty në rrjedhin lot si kurujt. Pse si rrjedhin lot e mjeku aty? E çka është? Tash ai që i lexon Kur'anin e din çka do të thotë me të rrjedh lot. E din. Ose kur ti lexon Fatihan ose surat e ngjashme me të rrjedhim këtu te abdomeni, te lukthi, këtu në mbrinj, është një shenjë kjo, ose me të dhimbje kavezorët këtu, ose me të dhimbje mrapa knina ka shpina, ose çepallët e syve me bë kështu, mos me u ndal. Krejt këto çka janë shenja që lexuesi i Kuranit, këtë rast hoxha, e diagnostifikon çfarë mundet me pas. Edhe mundet me lexu Kur'an. Po ne këshilloj këtë motrën ti lexoj vetes mas pari, ta fal namazin me rregull, se nuk ka gjë prej shkaqeve që ndihmon robit që është i prekur nga magjia, nga xhenet, nga mësyshi, nga xhelozia, po të ngjashme, nuk ka gjë që ndihmon më shumë se sa namazi. Edhe atë në kohën e tij të duhur. Pastaj leximi i Kuranit, edhe kështu dal nga dal vjen deri te largimi së keqes, sepse një duhet kuptuar nuk ka smundje, nuk ka shqetësim që i ndodh besimtarit që është e pakalueshme. Vetëm pleqëria dhe vdekja, këto dyja nuk ndalen, tjerat këtë është në rregull. Mirë, vazhdojmë tutje, mirë presim një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Besani si tjetër rëgjën. Po? Një da të këmë shkru më statë të këmë një dhuhet edhe... Nuk po kuptohet kjo telefonat as pak? Edhe të do të më shku me to rëjavë, e ka një të bukë drejta se mujnë me thonë. Nuk mund të kuptojmë as pak këtë pyetje. Edhe njëherë të lutem, largoje pak telefonin, mëse ke afër. Po thamë, e kam djallin e vogël që s'mi në dojtë. Djali i vogël, po?
e në dorë më karon që fëmi. Qa ka ndodhë? Edhe më karon në dorë, në që fëmi. Karon burë, po të në Shqipëri. Aha. Edhe po dohet me shku me fort asë në gjdo javë, e po më hukë drejka me po vëjnë me fort, dhe po vëjnë në shpe, po vëjnë të dhja, ka bo dhe tjera sa me të hi, edhe s'ku mujtë një tonë. Pra, po tekin kohët e namazit, kur po shkon me vizitu, apo? Edhe po dani përgjigje që është mja bo. Po do? E qartë. Falinderit. Ja, të në një, të në një. Natën e mirë, aleikum selam. Kemi telefonat tjetër, apo vazhdojmë me përgjigje? Mirë, vazhdojmë me përgjigje. Dhe si e këshilloni hoqë ta menaxhoj çështjen e kohës namazit gjatë këtij udhëtimi? Po, sa i përket namazit, Allah i madhruar ka ditë që na kemi vështirësi gjatë jetës së kësaj bote, kemi smundje, kemi udhëtime e të ngjashme, kështu që meqense kjo konsiderohet udhëtare, se deri në Shqipëri me udhëtu konsiderohesh udhëtar. Dhe me automatizëm kjo konsiderata udhëtar, çka na tregon që ka lehtësime shumë. E para, kjo i shkurton namazet në udhëtim. Namazin e drekës nga 4 rekate farz i fal vetëm 2. Namazin e ikindis nga 4 rekate farz i fal vetëm 2, akşamit 3, yatsia 2, sabahi 2. Dhe namazet vullnetare i lën, sepse i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam në udhëtim për namazeve vullnetare falte sunetin e sabahut 2 rekate dhe namazin e vitrit. Ndërsa diçka nuk shtonte. Kështu që e këshilloj këtë motrën, kur është në Tiranë dhe do në me orë për Prishtinë, atje le ta falë në kohën e dreken edhe ikindin, i shkurton dhe i bën bashk. Ose gjatë rrugës duke arë, nalet dikon rrugës, aty një qosh dikon, një segjada apo një diçka, e shtron edhe e falë 2 rekate dreken, 2 ikindin. Që do të thotë, prej kohës kur hin dreka, e deri një 40 minuta, 3-40 minuta para akşamit, kur të mundet e falë dreken me ikindin bashkë. Pra është koha e udhëtarit për të falë dreken dhe ikindin në këtë rast. Prej Tiranës 3 orë, nuk shka ma shumë, 3 orë, edhe në qatë kohë, kur të mundet, kështu ka lehtësime edhe, inshallah, edhe me djalin rregullohet çdo gjë, edhe puna namazit është punë e lehtë, edhe e falën këtë mënyrë, siç e tha më herët. Mirë, vazhdojmë, mirë presim telefonuesin tjetër, alo? Alo. Po, noni. E disa një të hoxhës. Cila është pyetja juaj? Pyetja është nëse vjen atë në momentin e bo bejë diçka apo den. Po. E ta shamull e thëmë bejën, a do të më ngjinu shamull që tojnë 3 ditë, apo çka më bo? Apo më kushton? Po. Nëse thënë betimin, a? Po, nëse thënë betimin. A duhet me agjëru 3 ditë apo si? E kuptuam, faleminderit. Faleminderit, në natë mirë. Natën e mirë. Kemi një tjetër telefonat, alo? Alo? Mirë. Enkuadrojmë një tjetër, kjo ka ikur. Alo? Por, nani? Keni enkuadru në emision. Ka ikur dhe kjo, mirë. Thyrja e betimit, hoxh? Po, si duhet kompenzuar? Fillimisht duhet me pas kujdes, jo me u betu për çdo gjë, po në qoftë se dikush betohet, pastaj për arsye të ndryshme, e thënë betimin, atëherë ka disa mundësi, por ajo që është më e lehta ushqimi i 10 nevojtarëve, nëse nuk ka mundësi as këtë, atëherë agjerimi 3 ditëve. Agjerimi 3 ditëve. Po, ndalemi pak këtu të çështja e betimit, është bërë si, nëse mund të quajmë një lloj klisheje, një betim, valla shkova, valla e bona, kështu. Është ky betim, apo? Ja, kështu nëse njeri thot, valla... Dhe si shprehi, si trajtohet? Kjo është, do me thonë, nga ona e jashtme si lloj betimi, por Allahu nuk gjykon me këtë që ka thuhet, ti me këtë ai e betue. Do me thonë, Allahu gjykon me ato që e ke ti njetin, që e ke qëllimin. Edhe kjo ke po të gëj, vallaj s'pepi që tuj, ose këtë qaj, të ne e pin. Po ja, nuk ka qëllimi këto me u betue. A nëse ti betuesh sinqerisht, me zemër, betuesh që këtë botuj nuk e pi, me vendosmëri. Po, nuk do të me thuj, ama të na bo si shprehi, edhe pse nuk ka shprehi e mirë, kjo sidomos vallaj, se vallaj është pasha Allahun. Do të thonë është betimi plot. Mirë po është bo si shprehi për gjithë shka, e ke po i thot dikujt për një punë, e bën këtë betim, po nuk e ka atë qëllim, po veç i ka me si shprehi.
do me thonë, ne llogaritmi për betimin që kemi një jetin brenda, nëse me zemër e kemi qëllimi për me u betu, edhe e thejmë betimin për këtë betim veprohet këtë mirë. Për ndryshe kjo çfarë flitet çdo ditë në për popull, biseda, në për biseda, në për ndaja, që nuk konsiderohet betim. Mirë, vazhdojmë tutje, marrim telefonatën tjetër. Alo? Alo? Alo, Urnone? Do shë me bërë një pyetje hoxhës. Po, cila është pyetja? Njeri ku të agjeran, a do të me bërë një jetë me shqiptu me gjuhë, a vish me mene? E kuptuam, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, kemi një tjetër telefonat. Urnone? Mirë, atëherë hoxh, çështja e niyetit. Niyeti bëhet me zemër. Dhe vendi i njetit është zemra, normal edhe me mendje. Dhe nëse kështu e bëjmë jetin, këtë është në rregull. Gjithmonë ideja është ajo vetdia, apo jo? Po sigurisht. Për shembull ti zgjohesh në syfër për me agjëru ditën e sotit. A ka nevojë me ja konfirmu Zot, me thonë o Zot, po ta çes ty ndërmend ose po ta kujtoj ty se unë u zgjova në syfër me agjëru ditën e sotit. Po pedin Zotit i përçaj e zgjua. Ose po shkoj me fal drekën, me njet prej shtëpisë, me fal namazin e drekës, ose kur shkoj në drekë, o Zot, unë tash për namaz drekës. Po normal se ti për namaz bajramit si shku, as për xhumas. Do të tin mendjen tonë, në vetdijen tonë me pas për qëllim atë veprim që po e bën. Edhe mjafton kjo. I vetmi rast që bëhet me gjuhë, edhe duhet, është në haxh. Kur të bësh haxhin, atëherë e bën niyetin me zemër edhe e shqipton me gjuhë. Kështu e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë tutje. Alo? Alo, Po? jam unë afet. Po? Po, unë shkoj në Poshkruj, nisë pe Kosovë, shkoj në drejt Poshkruj, edhe rrim atë sot rrim se kanë do të fikë këtë në përmend të djalin e po. Edhe sot rrim të djalin, rrim drejt ka bava kinë edhe kindia, edhe të kata thash dhe sa me të s'ka me bota si. Prandaj hoxha edhe ju sqaroi, pra Po dhe po, më në rrugës kërkon se jam me kërë dhe s'mina më në kërkon. mirë, e kur mbrin në shtëpi, në çfarë kohë mbrin? Më në shpi ka njerë në rri bava kinë edhe akshame këtë në rinjë. Mirë. Do të jep sqarim e shtesë hoxha. Faleminderit. Po ndoshta është e nevojshme edhe për një sqarim shtesë. Unë mendoj që ndoshta nuk më ka përcjell me vëmendje. Unë e sqarova. Ajo në atë kohën sa është atje në Shqipëri, prej kohës drekës, deri para akşamit, ajo mundet me fal atje. Po edhe kur të nises, po edhe s'mundem me nal kerrën, pse s'mundesh me nal kerrën? Ti edhe në Serbi me shku, edhe në Bullgari, në Romani ti mundesh me nal kerrën. Liria e besimit, apo shfaqja, apo shpreja e besimit është e garantuar me gjitha konventat ndërkombëtare. Mas pari tek Zoti e ki të garantuar dhe je e lirë. Sidomos tek ne nuk diskutohet kjo. Po mundesh me nal kerrën ose kur të hysh në prezerem, pse s'mundesh me nal kerrën? Na do të me hik këtë ndjenjen e kompleksitetit, me qenë të kompleksuar s'bën më fal. Pse në autostradë nuk bën më fal? E kemi autostradën, e kemi ato pushimorët, anësorët. Dhe që e pshej edhe çka? Ndalesh aty edhe mundesh edhe në asfalt më fal, hiç pa shtruar asgjë. Po do ndoj rropën, do një segjade e shtran edhe kryet mohabetin. Nuk ka kaq problem çysh po e bën kjo motor, kaq vështirë çysh po e bën. Mirë. Alo? Urnone? Alo? Keni inkuadruar në emision? Alo? Po? Po të mja po hoqës e pytje? Po, cila është pyetja juaj? E kam ngru me diabet dhe ja kam njës me agjeru, po këshon shqirë shumë natë 25. Po? A po obligim me agjeru apo ju? E qartë. Faleminderit. Faleminderit. Telefonuesi tjetër është në pritje, e mirëpresim, alo? Alo, Urnone? Alo?
Mirë, atëherë hoqë si trajtohet ky rast? Po, se përket këtyne diabetikëve, apo këta që janë me diabet dhe përmirësohet, do me thonë diabeti, stabilizohet, këta lirohen përkohësisht prej agjerimit. Që do të thotë, tash në Ramazan, për shembull e ka të lartë. Tash lirohet përkohësisht. Pas bajramit i stabilizohet, në momentin e parë që stabilizohet dhe i bjen diabetin në ato përmasat normale ose afër normales, atëherë fillon me agjerimin. Luna Zot, nëse të jetën e ka kështu, deri në vdekje, edhe nuk bjen poshtë, edhe nuk ka mundësi mu përmirësu gjendja, atëherë kalon çka në smundje kronike. Dhe ata që kanë smundjet kronike, të vazhdueshme, të pashërueshme, ata lirohen tërësisht. Për çka? E bojnë shpagimin në pjesën e fundit të Ramazanit, që është një fidje, që të ne e quajmë popull vlerën e një viter, paguën për çdo ditë që s'ka agjëruar nga një viter. Qartë. Mirë, do të mirëpresim telefonues të tjerë, urnoni. Po ju dëgjojmë, urnoni. Allah, mima, selam aleikum. Aleikum selam. Derisa një pyetje hoxhës. Po? Vllavi më ka dhënë, është sevap mja mojt, 52 të ka mojt, por 6 mujori. A ke pyetje tjetër? Jo, selam aleikum. Aleikum selam. Është sevap mja shënu pra 52 dhe 6 Fillimisht të vdekur. e lusim Allahun që këtë të vdekur ta mëshiron me mëshirën e tij, ndërsa familjarët i forcon me durim, e sa i përket veprimeve të familjes, e që këtë rast u përmend 52-tat edhe 6 mujorin, asnjëna nuk ka të bëj asgjë me Islamin edhe me muslimanët. As nuk ka 52-ta në fenë islame, as nuk ka 6 mujor, as nuk ka 1 vjetor, as nuk ka 10 vjetor, as 50 vjetor, as 1 vjetor. Ato nuk janë tonat. Ato nuk janë tonat. Por çka ka hoq? Ka lutje Mirë po, ditore? nëse ky don për vllahun e tij diçka me bë, atëherë ndihma më e madhe që mund ta bëj ky, edhe çdo njëri prej nesh për të vdekurit ton, e para është doja e lutja. E para doja e lutja, me u lut. Lutur, o Zot, fale vllahun tim. Është më e mira. Kuptohet nëse ky ka qenë besimtar. Se nëse s'ka qenë besimtar, s'ka dobi as doja, as kurrë hiç. Po nëse ky e ka besu Zotin, e ka besu ditën e gjykimit, i ka besu ato shtyllat e imanit, atëherë bën me u lut, edhe nuk ka më të mirë diçka që mund ta bëj i gjalli për të vdekurin se sa doja. Kjo është edhe para sadakas, edhe para të gjitha investimet që mund bëhen për te. E valla tash në doa po bëj, po du diçka më shumë. Jep sadaka. Ja dedikon. Ose bënë një punë, bënë një bamirësi që ja dedikon vllaut të vdekur. Normal do të me pas parasysh çdo herë, para se gjithash me shiku mos i ka mbet ndo kujt borxh, me i kry borxhet, me alo borxhin, sepse Zoti krejt ja fal të vdekurit, ndërsa borxhin që ka njerëzve nuk ja fal. Derisa ai njeriu t'ja fal atij na borxhin. Qartë. Vazhdojmë tutje. Alo? Alo, përshëndetje. 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 Disa mi apo një pyetje hoqës. Po? Që një kohë gjatë me muj, ka që e kam një frikë të vazhdueshme. Dhe me thonë, nuk o mujt me nejt asë në shpe vetë, asë kërkon heq vetë. Tash, kom fillu me u falë, po prap nuk mu ka largu frika. Ju komplet, dhe me thonë mu ka largu pak, po ju frikë komplet. A muj me ditë të më ka ndu që kja, edhe që ka muj me bo mu largu komplet. Mirë, kuptuam. Faleminderit. Presim një tjetër telefonat. Alo? Alo, Ornoni? Po? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po? A bën me lexue Kur'anin me bë hatme? Se kështu arabisht nuk di me lexue, e veç kështu me ndëgjue. E qartë. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë. Thot,
pjesërisht më është larguar frika pasi fillova të falem, por si t'ja bëj që të më largohet tërësisht? Po, me emrin e Zotit largohet tërësisht me mbështetje, me bindje në Allahun e madhruar, me namaz të rregullt, me dëgjim të Kur'anit, me dua, lutje, e kështu me radhë. Mirë po, këshilla ime është që kjo mota ti drejtohet një psikologje, tulet me të bashkëbisedon. Shkumja të psikologja nuk do të thotë që kim do një farë smundje, se të na është një farë që dijen popullin tonë, si që ka ishte psikologu, psikiatri, neuropsikiatri, të hoxha... Etiketohesh, bollizohesh që je i smut psikikisht, që s'ka asgjë të vërtetë. Andaj konsultim me psikologun, sepse psikologu nuk e ka as drejtën as ilaçe me të qitë. Do me thonë veç bisedim, tregoj. Nëse aty është çdo gjë në rregull, nuk ka kurrë problemi me marrë burrin nëse është e martuar, nëse është e martuar me emër babë, vllaun, shkon bashkëbisedon edhe me një hoxha të në lagje ku e kije, edhe shef edhe çfarë mund t'ju këshillon nga afër, sepse nga këto është e pamunduna me ditë çka kije, ato veç Zoti e din. Botën e fshet, botën metafizike nuk e din as hoxha, as miku, as askush, ato vetëm ai gjithdijshmi, Allahu i madhruar e din. A mund të bëj hatme Kur'anin vetëm duke e dëgjuar pasi nuk di ta lexoj? Hatme konsiderohet duke lexuar vet nga surja Al-Fatiha, që është çelësi i Kur'anit, deri në surën An-Nas. Kush e lexon vet, ky e ka bë hatme. Po e dëgjoj mirë shumë. Po du me lexuar në përkthimin shumë mirë. Ama po du me bë hatme, me marr ato shpërblimet e mëdha, atëherë do të Pra jashtë kësaj mund të flasim për sevapet, ndërsa hatme nuk konsiderohet. Nëse lexon shqip domethëniet kuranor apo anglisht apo çfarë do të gjuhë, ka shpërblime, pa fjalë dyshimi. Pse krijuar kjo përshtypje? Mirë po, kjo po më shqetëson pak që po thotë nuk kam mujt me mësu ose nuk po më mësua. Janë ideal lirik. Na këtë gjuhë të bos do në me mësua. Shqiptar tash ja ka nisë edhe kinezisht ka pak. Se po shkojnë atje me tregtu edhe po do të me mësu të fjalë, po që shëmërej. Edhe na këtu që jem ka pak, na fillu me mësu për tyne, e ka mësu plot gjuhë të botës, atëre pse mos me mësu dhe leximin e Koranit, mos pa thëmë gjuhën arabe. Madje këtu nuk kërkohet gjuha. Ja, gjuhën le ta mësojnë haxhallarët. Ja, gjuhën vetëm haxhallarët. Nëse mundem edhe xhamati nuk ka problema, ajo shumë e mirë, po të paktën leximin e Koranit, disa i merr kohë. Ti çuni 3 shembull, një 15 ditë për më mësoj shkronjë atë dhe hyn Kur'an. Edhe pastaj ta përcjell dikush që din mirë me lexue, edhe kryet kjo. Ma let nuk ka ndonjë libër që mësohet me lexue, ma let se sa Kur'ani. Edhe një e ka. Edhe nuk ka libër që harrohet shpejt, leximi edhe ato që ke mësuar përmesh, nëse se përsërit sikur Kur'ani. Shumë mësohet let me lexue, shumë mësohet let përmendsh. Amo të njëjtën gjë, me të njëjtën mënyrë edhe ka tjetrën që harrohet shpejt. Fshihet shpejt prej memorjes, nëse se nuk e përsërit. Për ata do të me pas pjesë caktuara çdo ditë që i përsërit, se përndryshe harrohet. Mirë, vazhdojmë tutje. Alo? Po, përshëndetje, kam një pyetje për hoxhën. Po? Unë agjeroj Ramazanin, po për momentin jam me probleme të nazave, që më ka që doktori me marrin leksione. Masistorit nuk po kam mundësi me marrën, a i prishi me marrë gjatë ditës agjerimin? E qartë është pyetja, faleminderit. Po, faleminderit. Mirë, kemi një tjetër telefonat, e pranojmë edhe këtë, pastaj shkojmë me një pauzë të shkurtër. Po, nëni? Alo? Po? Përshëndetje për juve dhe hoxhën. Përshëndetje. Derisa më apo hoxhës një dy pyetje. Po, urnoni. E kam nënën bulume, edhe është smut. Ata është kur po kam me shku te doktore, pikjan me çplu dorën, komën ose pjesë të trupit. A është gjëna? E qartë. Edhe pyetja e dytë, po qohet para syfyre dhe për fol namaz not. Tani mas syfyre që për me fol sabahin, a bën në qata avdes me vazhdu me fol edhe sabahin? Po. Natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë, faleminderit edhe juve për telefonatën. Dashur miq, ne tani shkputemi vetëm për pak çaste, rikthehemi pas pak për vazhduar me këtë emision.
Dashur miq, po shoqëroni me emisionin Dritarja e Xheruosit me Hoxhën Fadil Musliu, do t'ju mirpresim edhe në vazhdim që të na telefononi. Ndërkohë kemi telefonatën e radhës në pritje. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Bajrami prej Slupçani për tjetër. Mirë se vjen Bajram. Si jeni, si kaloni? Mirë, faleminderit ju. Mirë, alhamdulillah. Si është atmosfera Ramazanit atje? Mirë, alhamdulillah, super është. Spari shfryzoj rastin të uroj juve muajin e bekuar të Ramazanit. Faleminderit. Juve bujar dhe Hoxhës. Ju, po dhe gjithë shqiptarëve në Kosovë dhe gjithë ndaj ku dëgohet dhe ku shikohet PIS TV-ja. Unë pata një, si të them, një pyetje nëse mund të quhet, duke pasur parasysh faktin që sot kohëve të fundit ose ditëve të sotit rrjetet sociale janë shumë aktive, shumë aktuale, shumë me ndikim, shumë të përcjellura etj. Mirë po, fatkeqësisht në mesin e shqiptarëve, domethënë, të atyre që ndoshta janë musliman, për atyre që s'janë musliman, ka një lloj fjalori jo të mirë, jo të bukur, jo adekuat, sa i përket në raport me fetë, domethënë, ku nënçmohen fetë, ofendohen fetë e njëri tjetrit, pas parasysh se jemi gjithë shqiptarë, nuk e di pse kjo mendoj kështu, dhe e pyes Hoxhën Fadil Musliu, ose i sugjeroj, ose si të them, duke pas parasysh sepse është njëri shumë publik fetar në Kosovë, për edhe hoxhallar tjerë, që a munden ose a kanë mundësi që të ngrisin zërin dhe të bëjnë një lloj kërkese në emër të fesë Bashkisë Islame të Kosovës, për shembull deri te institucionet shtetërore, që çështjen e ofendimit fetar ta përligjsojnë ose të kërkojnë një ligj që ofendimi i fesë të denoncohet ose të sanksionohet me ligj ndaj atyre që vjellin vrerë ndaj fesë së njëri tjetrit, të e pas parasysh faktin që ne jemi si popull shumë i njohur në botë, si popull tolerant dhe i mirë kuptueshëm në raport me fesë së njëri tjetrit, por në anën tjetër realiteti flet shumë ndryshe në botën e mediave. Mos ta zgjas shumë, faleminderit shumë. Kaloni mirë, selam aleikum. Faleminderit edhe juve, aleikum selam. Mirë, rikthehemi tani tek pyetjet e mëparshme, thotë a e prish agjërimin nëse marr injeksione për dhimbje të unazave? Jo, injeksionet që janë për qetësimin e dhimbjeve, ato nuk e prishin fare, absolutisht nuk e prishin, edhe s'ka gjatë keqe me marrë njeriu. Ato që e prishin janë injeksionet apo infuzionet ushqyese. Nëse merr ushqim përmes injeksioneve apo përmes infuzionit, ato e prishin. Dërsa qetësimi apo stabilizimi i dhimbjeve, këto injeksione nuk e prishin. Qartë. Thot vizitat mjekësore që i bën nëna, pasi që është mbuluar, është problematike. Po, e zbulon thani pjesë dorë ose ku e di te mjeku, po marrë edhe mirë kish me qenë që motrat besimtare me kontrollu tek mjeket. Dhe kanë këta mundësi. Po, dhe kjo mundësi është nuk ka ndonjë drejtim që s'kemi mjeke. Në gjitha drejtimet ka. Runa zot, nëse ndodhë që nuk ka, dhe është patjetër për me zbulu një pjesë të dorës apo kamës poshtë për kontroll, lejohet. E darurat, të bihul mahdhurat. Ato që janë të patjetërsueshme, i lejon gjërat të ndalueshme. Mirë, kemi telefonat, pastaj vazhdojmë me përgjigje tjera. Alo? Alo? Po, Ornane. Selam aleikum. Aleikum selam. Dashta me avo dy pyetje Hoxhës. Po. Unë për i foli të radhitun shpe, po i foli 24, po i bëj 4 ka 4. Se 2 ka 2 po më përzihen. Edhe vitrin e la mas në saku të foli. A kam në regull? Masim sakut? Po. Në kodë syfyrit, pra para sabahut e ke fjallën, Po dhe në kodë syfyrit masit përfundon syfyri. Masit përfundon koha e rregullt e syfyrit. Po dhe koha e rregullt e syfyrit, si të përfundon syfyri, edhe
Para vdes e foli vitrin, tani fres sabahun edhe foli sabahun. E kuptuam. Okej. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Natën e. Natën e mirë. Marrim një tjetër telefonat, alo? Alo? Po, noni. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Kam dhe pyetje për hoxhën. Po? A e prish agjerimin nëse rrim të cigares, se unë jam atë në punë edhe më duhet edhe është një shërby punëtorëve, e tash e kam që ato punë, ata pinë shumë cigare, edhe asë nuk e gjelin dera, as dritare, shumë po ka. Edhe a kam gjena aty në që jo shërbej, mos i thëtë shefi, do është mi shërby. Edhe një pyetje tjetër, taravit, a mund e shmi fali, veç 4 rekate për shembull, kur vipi pune, po një lomë a shumë, veç 4 rekate, a mund a mi fali taravit? Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit. Një tjetër telefonat është në pritje, alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Desha me pyet hoxhën. Po? Mbrëmje, babar më pastru në orën 5 për shembull. Duke qenë agjerueshëm me ke fjalën, apo? Po, edhe kur thirr hoxha azan, a dohet me prit derisa thirr azan në mund iftarin? Tani me positër, e boj iftar. Pra me qel iftarin, mbasi të mbaron ezanin e ke fjalën, apo? Po. A unë mirë me prit. Tash përgjigjet hoxha. Faleminderit. Natën e mirë. Vazhdojmë tani me përgjigjet, kemi shumë pyetje. Thot falet para syfyrit namaznate dhe a bën krejt kjo me një abdes, pastaj me fal edhe sabahun. Po, në bën, kur far problemi s'është. Tutje ishte thirrja e të nderuarit nga Maqedonia e Veriut, thot një thirrje, një sugjerim që hoxhallarët flasin më shumë për këtë fjalor që përdoret në rrjetet sociale ndaj pjesëtarëve të komuniteteve të ndryshme fetare. Po, ofendimi apo nënçmimi i njerëzve të caktuar në baza fetare është prezent, është evident, ka qenë edhe përpara, ka qenë edhe në kohë të komunizmit, edhe në fillim të demokracisë, edhe tash pse pretendojmë që kemi një demokraci të zhvilluar, është prezente kjo është prezente edhe në barë botën, përveç aty këtu në vend, po në Evropë është prezente dhe ne hoxhallarët mas pakti kemi mundësi me bë diçka, sepse askush neve nuk na pyet prej institucioneve për me bë me ligj të ndaluar ofendimin e njerëzve, apo nënçmimin, apo talljen e njerëzve, apo bullizimin e njerëzve baza fetare. Këto se kemë dorë, a mundemi fol masës? Po. Edhe na çdo herë këshillojmë xhamatin, mos me provoku të tjerët, edhe ata që janë fetarë, edhe ata që janë të feve tjera, sepse tek e fundit, nëse dojnë islam mirë, nëse jo, ata e kanë fenë vetë, ne kemi fenë tonë, ne kemi synim caktuar xhenetin e Allahut, kënaqësinë e Allahut, ata kanë një qëllim tjetër, edhe kryet. Kështu që nuk kemi çka të bëjmë absolutisht, sepse institucionet kur vendosin për këto ligjet, për çfarë do të qofshin, ndoshta me krejt konsultohen, me institucione bashkësisë islame ndoshta s'konsultohen fare. Edhe kur konsultohen sa për sy e faqe. Me thonë që konsultuam, jo që kanë marrë diçka për shembull. Që sa vite, që 25 vite mas lufte flitet për lëndën fetare, edukatën fetare, flitet për lirinë e veshjes, milion vajzat me shku në shkollë, në punë që është dohet, sa të ende ka institucione si të shemë mboles, me njëherë ta qëtë njëks. Kështu që ne si besimtarë du të me qenë korrekt me besimtarët dhe jo besimtarët. Të tjerë që farë bojnë, ata bojnë përgjithësin, por në të ardhmen sigurisht që kanë me ndryshuar gjanat, po për që të kohë, jo, s'ke mundësi kur gjë më shumë për vetë se me lutë Allahun, e pastaj me vedisu vetën edhe xhamatin. Mirë, vazhdojmë tutje, thot i fali teravit 20 rekate, po nga 4 rekate. Në rregull nga 4 rekate. Dhe vitrin thot e fali pas imsakut. Vitrin jo pas imsakut, po para imsakut. Se aty ku shkon imsaku, që është për shembull 04 30 e sa. 30 po e zam, deri që aty.
Jo tash me çuti vitin 04:20 apo 50 ku ta diun. Po deri në imsak. Deri në imsak mundesh me fal vitrin. Kur shkruan aty. Edhe në rregull është. Ti thot e prish agjërimin tymi i cigarës. Që e nuhat për shkak se po kjo nëse nuk është punon aty. Domethënë nuk është prej atyne që e pin, domethënë e ka si patjetër me ndajt. Kjo është mas pari në rrafshën shëndetësor është e ngarkuar se pirja pasive e duhanit ka raste që dëmton më shumë se sa pirja aktive. Kjo nuk do të thotë që do të më pitash ajo, runa zot. Po e ja prish agjërimin, nuk ja prish agjërimin. Nuk ja prish. Edhe tha ju shërbej këtyne e kam gjuna thot. Që han do të më mundu mos më shërbye. Mos më shërbye muslimanëve gjatë ditëve kur ne jemi agjërush. Mos më shërbye muslimanëve gjatë ditëve kur jemi agjërush. Dhe thot a bën me i fal vetëm 4 rekate teravih sepse lodhen. Teravit bën mirë po, kish me qenë mas miri bile 8 me i fal. Bile 8, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shtëpinë e tij ka fal 8 rekate. 8 rekate. Ndërsa muslimanët në për xhami, anë kanë botës falin dikon ka 20 rekate. Të paktën kështu është në për shkollat fetare hanefite, shafite dhe hanbelit falin nga 20. Malikit fillojnë me 11, po kanë disa transmetime bile shkojnë shumë larg, shkojnë deri në 36. E kështu që jashtë shtëpisë, nëse del xhami, është mirë me fillu me imam edhe me përfundu me imam. Bile kjo këshill kish me qenë edhe për këta të tjerë, vëllezërit edhe mota që po shkojnë xhamia. Po thoi një 8 i ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si ka fol taravih në xhami hiç. As 8, as 10, as kur sa hiç. I ka fol në shtëpi. Dhe çysh është mas miri më fal. Mas miri është me imam. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë men qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl. Kush e fillon namazin e teravih me imam derisa imami ta përfundon, atij i shkruhet tek Zoti se është fal të natën. Çfarë shpërblimi madhështor. Për shembull, na tash e kemi fal me imam, e kemi përfunduar, na këtu bash bisedojmë, shkojmë në shtëpi, ham, pim, shëtitemi, ku diçka bëjmë, flajm, ti regjistrosh se kur je fal të natën. Pra, sipas sunetit është me fillu me imam, me përfundu me imam. Dalja në mes është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ne nuk po thojmë që s'kan drejt me dorë se tek e fundit ka namaz vullnetar. Mirë po, nëse dilën në xhami dhe ke mundësi, arrej atë në xhami. Edhe përfiton, po çys përfiton? Veç ndaja aty, veç ndaja në xhami përfiton. E lejmo edhe namazet, duat e tjerat. Pastrimi i trupit duke qenë agjërueshëm? Krejt në rregull është. Veç duhet pas kujdes mos me shtjujt e poshtë, por ndryshe kur fa problemi s'është. Çelja e iftarit atë bëhet pasi të mbarojë ezani apo në fillim të tij? Në fillim, sit hin koha. 17 sa ke sot 37. Sit shënën ora 17 ose telefonit 37 bismillah trak hur me ngoj. Me zini Allahu Akbar, ti hur me ngoj, edhe tani thuj Allahu Akbar, Allahu Akbar. To hur me të pi ujë e përcjell me zin. Iftarin do të me nxitue, ndërsa me nga dalsu syfyrin shtyje deri në fund. A iftarin sa më shpejt. Edhe kështu është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, me u ngut në iftar, me e nga ndalsua kënd syfyrin. Mirë, vazhdojmë tutje. Alo. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum salam. Hajku të Ramazanit të gjithëve. Faleminderit gjithashtu. Allah i ka bëll. Amin. Amin. Desha dy pyetje me Abu Hoxhës. Po. Unë e pifali të ravit në xhami me imam, por kur po vjen vakti për vitër, gjysa pelojnë. Po thojnë, jo se nuk mundesh si të bësh vitrin, mbyllet namazi. Nuk mundesh më fal me as namaz natë, as kur xheheq, unë apet edhe namaz natë po fal në shtëpi dhe lexoj Kur'an krejt. Dej në vakt syfyrit, po tash nuk e di a bën nëne që pe fali atje krejt me imam edhe apet natës po fal namaz natë. Ku po jetoni ju? Na më po t'jev.
E qysh po di, ka orë që shtu gjendja bash gjysma me lon vitrin mos me fala? Po, i me një farkatuni këtë, vitrin shumica e lojnë gjysën, po edhe taravit e lojnë gjysën, veç për falin ka herë 4, ka herë 8, gjysa e për lojnë. E qartë. E tani se di unë kam ma mirë që për fali atjone ketë me imam, dhe i të kryet imami i fali krejt. Tash e mërë përgjithë. Po thojnë se tani namaz natës mund është më falë se me vitër e mbyll namazin, deri me vakë sabaj. Mos u shqetëso motë, tash e mërë përgjithën. Faleminderit shumë. E a bën edhe një pyetje? Po, patjetër. E kam edhe djalin 7 vjetë, e po ka qef me agjeru shumë, është i vogël edhe taravit krejt pi falë. Po shumë, adem po zbet, po saritavet në ftyrë, po adem. Qashtë të pi thamë, mund është dhe i të falet dreka, se të je vogël, Allah i ta pranën, mund është me pi, pe anis me qajt, po thot jo, po du me një nuk krejt. Kam gjyna që pi thamë adem, se po më vjen gjyna që po boj që ashtë shumë i vogël. Në rregull. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Aleikum selam. Vazhdoj me një tjetër telefonat. Alo? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Alo? Po i dëgjoj mirë? Urnani? Desha më të bon një pyetje. Po, largo prej televizorit? Vajto. Ku po him zonë, po kam dishka hije se po më fartërën njerës. Edhe njëherë të lutem? Po më fartërën njerës në zonë në ati ku flejnë. Ka po ndodh? Po më paraftyrohen. Paraftyrohen. Po. Edhe e kom fol akshome sët para iftarit. Edhe në si unë akshome sët para boj iftarit. Dhe të bëhet iftarit e kry akshamin, apo? Po, unë iftari edhe kom fol namazin akshomit. Mirë, masi u hy iftari. Po, më si u hy, fash më si u hy në gjina. Jo, më shfa gjinojnë se vop ke hy. Ta. Faleminderit. Vazhdojmë me telefonata apo me përgjigje? Me përgjigje, thot i fali me imam, thot teravit, pas edhe vitrin, por falem sërish. Si duket nuk më ka përcije, se para kësaj u përgjigjëm qysh me veprua. Pra regulli, apo suneti, është me fillu me imam, me përfundu me imam. Që në nënkuptan edhe vitrin, apo? Qka do të thëtë kjo? Do të thëtë që edhe vitri hynë këtu. Se unë nuk di që i ka imam që i falë një 8, 10, 15, edhe thëtë vlazen një bënja veti qarën e dole, s'pja fali vitrin. Jo, përfundan. E ta shtë dikush, e ta shtë në mas vitit, po du mu falë namaz natë, po kush po të nalë me i motër? Kush po të nalë? Po ata po thujnë, po pse ata u lemojën ata që po të thujnë tyja? Kjo ka qështje që gjemati du të me marrë vendime, apo gjemati du të me dhonë fetfa. Ke mas pak ti pritet prej gjematit, edhe na, Zotin na falt. Edhe na, nuk e di, e kemi ngarkunda shta veten me këto fetfa që për i dhamë. Po të pak të na për i transmitojmë, apo për i përcilim prej ulemove të umetit, je prej vetës tonë. Kështu që ti e falë taravin, në gjami, me imam, deri të falet vitri e selam, shkën shtëpi, po du me falë namaznate, po du ma vonë, falë ma vonë, po du kone si vitë, falë. A mo vitër mas falë, se o kry vitëri. Edhe këtë në regull është. Edhe mos i digje që ka thojnë. Kjo motra pak o shqetsu që ka po i thojnë të tjerët. Për qështjet fetare, mos o shqetsa që farë thojnë tjerët, që farë thojnë hoxalarët. Edhe hoxalarët që shtoj e kanë qitë fetfa kemi të përbashkët. Djali thotë 7 vjeçar, insiston të agjeroj, a kam gjëna që bëj përpjekje që... Djali du të mja shpjegu që obligim nuk e ka. Po dënë me agjeruar, let agjeran. është zbeh. Po zbehen edhe të rriturit, po zbehen ka pak. Po nuk o kur fa problemi, unë e një fmi që kanë fillu e 6 vjeçar me agjeruar. Edhe nga përvoja ime, unë e kam 3 djem, edhe ata kanë fillu që aty të mosha 7 vjeçare. Edhe sot, kur var problemi s'kan. Bile ndashta edhe ma mirë se disa të tjerë që s'kan agjeruar heq. Janë. Kështu që leje djalin. Po du me agjeru të nditën, leje të nditën. Po du gjysmën e ditës, gjysmën e ditës. Po du një pjesë të ditës, një pjesë të ditës. Ky ka komoditet, ky ka luks. Qysh dënë kjo agjeran? Deri kur? Deri në moshën e pubertetit. Se hen në moshën e pjekurisë pubertet, ashtë të këtu do ditë e plot.
Thot telefonuesi tjetër, kam parafytyrime të njerëzve në dhomë. Jo, bra, gjithë mos u shqetëso se s'ka çfarë parafytyrimesh, veç vetes ja bën të nejnë telefon, të nejnë televizor, të pa gjithçka. Shkputu pak prej rrjeteve sociale, shkputu pak prej filmave horrora, filma vëlla kriminala, ku di në çfarë ka aty, edhe tani pi paraqiten se s'ka kur gjë heq në dhomë, mos u thot absolutisht. Nëse kina i shqetësim, babi ose mami, baba ose nana, ta lëshën Koranin, surën El-Bekarën që dhëmë, lejë lëshkut, një orë gjysëm asa është, edhe qka ka aty largohet, tash jena në Ramazan, s'ka ma aty shejtan e koflarga, janë largohet ata janë burgosën, janë bajram të nej, lëshohen amo që tash ti mos o shqetësa. Kështu që mësë botë madhe absolutisht. Edhe ka falë akshamin. E ke falë, është thirë e zani, ke boj iftar me një hurme apo 3, ke pi uje falë akshamin, po që është me sinet. Kështu është me sinet. Me boj iftarin, do më thonë me hurme, nëse s'ki me uj, edhe me falë akshamin, pas taj me u këthyje me hangër dark. Se të na interesant, si t'janis me bismillah, me hurme, e me uj, e me langje, e me sup, e me gjell, e me pite, e me ëmbëlsira, e me pem, e me perime, ku dio në, edhe thët iftari, edhe jetë ratat. Jo, kësë është iftari. Jo, këtu ke hongër iftare, ke hongër darke, mas darke, gati se edhe sifir, ke hongër që do se e ke tepruhe. Kështu që do të me da iftarin edhe darken. Iftari është këtë që e prish, që janis, dhe me thonë me hurme, me uj, me langje, me qumsh, me qka të dush. Që këj fillimi është iftari. Etash, e kryjt e këta, ngrijesh e falë namazin, të pak të në falë farzën e akshamit. Këthesh në sofrën apo në trezën e darkes, tash hanë dark, edhe pastaj ngrijesh e falë sunetin e akshamit, ta në i këthesh për në i qaj, apo kafe, apo shka ki qef, edhe bëhesh gati, me këtë abdes, ose ndronë abdesin e del në gjami e falë jacine. Po si kur telefonusit do në të thoshte se as hurme s'ka ngrënë as uj, vetëm e ka falë mas pare akshamit, pastaj, a kam gabu, ashtë në regull? Jo, kjo nuk ka është bashkë. Kjo të zote në regull, po ma more, ma mirë është... Si kur e përshkruat? Po qysh e përshkruat. Me hurme, ujin, mu falë. Vazhdojmë tutje. Alo? Alo? Po, nane? E kam një pyetje për Hoxhën. Po, cila është pyetja juaj? Janë 2 vllazni dhe kam punu me një biznes të përbashkë për një kohë shumë gjatë, pastaj kam vendos mu do me biznes, edhe që një vit njëri prej vllaznive e ka hap një biznes ngjitur me biznesin e vllat tjetër, edhe pse nuk ka qenë puna të ndonjë sen tjetër, përveç ju kom të tradhtia dhe tradhi e ka bo tradhi të një me vllat tjetrit, edhe njëni prej vllaznive e ka qenë edhe kjo punë u bo se vef se ta 2 vllazni mos me fut mes njëri tjetrit, edhe a mund është me më tregu diçka rreth këtij problemi. Po, faleminderit për telefonatën. Natën e mirë. Natën e mirë, dhe që di e kësaj është një fëmijë po thret dhe po e shpalos problemin e të rriturve. Të rriturve, po. Vazhdojmë tutje, marim një tjetër telefonat. Alo? Alo? Selamu alaikum. Aleikum selam. Jam Bisedimi nga Prizeni. Po, doktor, mirë se vini. Po, doktor. Përshëndetje, si e nga, jeni mirë. Mirë, faleminderit. Si po kaloni? Mirë shumë, alhamdulillah. Jo, si po kaloni në Prizren. Për herë Ramazani, Allah o pranoft, inshallah. Herë pas, faleminderit shumë. Gjitha ibadetet tjera. Herë pas, faleminderit, Allah shpëndet. Unë nuk kam pyetje, po ja veç deshta ta përshëndes hoxhën tim të dashur Fatin Musliu, edhe juve njëkohësisht, që ne mik temin të moqëm, veç deshta një përshëndetje, Zoti ju rujt, edhe inshallah më dëgjojmë për të mira. Ishte kënaqësi që u dëgjuam përmes emisionit. Selamu alaikum, Allah ju rujt. Aleikum selam, faleminderit shumë. Allah shpëndet. Ishte doktor Bisedimi. Doktor Bisedimi është model për mjekët doktor të ris, tash na shtapi morëm 2-3 minuta, po... është edhe mike i emisioneve tona, sigurisht. Edhe është për i djemve që kom pas
kënaqësinë me u shoqëruar me të sa ka qenë student. Në atë kohë dhe ti një kohë ke qenë konviktin e studentëve, aty kemi mbajt ligjerata javore, edhe doktor bisedimin e kom po prej atërë që mjek të sukseshëm, unë me sa dita është ka bo 2 specializime, është specializu në 2 drejtime, po edhe ka diapazon për mjekësi, mashallah, po më kanë tregue jo ish studenta që keni ndajt me to që kjo edhe për fejë është kogja shumë i përgatitur, po nga edukata që e ka nuk flet për haxhallarve. Se dikush për ju më ka thonë, për atyne që keni banuar, 20-30 vjet sa keni qenë aty, më ka thonë që kur sjeti hoxh kë edhe ajet të hadithet, po na i shpjegon nga pak kështu sende. Kështu që është një model për trit që me punë arrihet shumë. Vjen prej Prizrenit, ka pas pak krizë, është rrit jetim pa babë, domethënë veç me nanë, po krejti ka kalu alhamdulillah dhe sot ja ka dhënë Zoti edhe dynjan, inshallah shpresojmë që t'ja ka dhënë edhe ahiretin. Kështu që e falenderoj për telefonatën, e falenderoj për vizitat që na i bën, edhe kështu mbahen lidhet. Kështu domethënë shoqënia funksionon. Padyshim. Mirë, vazhdojmë tutje, do t'inkuadrojmë një tjetër telefonat. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. I kam një pyetje për hoxhën. Po? Unë jam e tension, kam migrenën, pëma të furta, po kam gjandrën, po kam shumë me agjeru për agjerojve, shumë po kam dhimë të kresë. Me vazhdu që këtë kam gjënamës me agjerua, që me vepru. Kjo migrena gjatë gjithë vitit shoqënon kështu, këto dhimbje? Po, më ka thonë ki më të furta dhe ki gjithë me terapi jam. Edhe gjandrën tiroide ki? Po edhe gjandrën, edhe tensionin, edhe pionoza, edhe tana më kanë bëha, migrena më ka pru mas shumë të ngështë. Allahi të letë soft, Allahi të forcoft. Se 4 ditë që në hinë Ramazan, shumë në stofë vështë rautë. Spiri që kam krytje temë, po më dhimbet me prish, po mos përbaj diçka dhe ma përbaj shënë pitit edhe ma keq diçka. Dhe tash pas iftarit, apo qetësohesh, po bën ma mirë? Po qetësohen, po. Ja qartë. Se migrena përdoj ke sa ma shpesht, shumë ka thëmë jetë, me hangër bëke, me pi uje. Në rregull. E kuptuam pyetjen, faleminderit për telefonatën. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Kemi një tjetër telefonues, alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Deshta një pyetje hoxhës me ava. Më ka vdek nona që një 3 vjet, edhe çdo të prante, do të thonë masi të falë drejka shkoj te varre vizitaj. Edhe sa herë të bi me flajt, do të thonë shfaqën vorrezat, vorreza nonës, po dhe shumë vorreza tjera, e zi për kom një fartute, për janë si po kaj, po drizna, nuk e di këto, amo shumë po më bënë vaki, do të thonë pikur ka ndru jetë nona, edhe po më shfaqën vorrezat. Që kjo dhe me thonë kjo pytja. E kuptuam. Faleminderit. Ok, faleminderit. E tash është koha të trajtoni çështjen e problemit të 2 vëllezërve, të cilët në fillim bashkëpunonin në një biznes, pastaj u bën konkurrent dhe kanë kontest mes veti dhe nuk flasin. Kjo është qetësuese edhe po më vjen mirë për këtij djalit, këtij çunit, se në bazë të zanit po konstatoj që duhet me qenë adoleshent ose çat mosh për këtyne trive, edhe sigurisht po e ngreja shqetësimin e babës edhe të axhës. Një gjatë duhet me kuptue në tregti, në biznes, besimtarët muslimon duhet me ullë dhe me shënu gjanat. Me detajizu gjanat. Ose në familje me ullë, ose me shku dhe të noteri, ose të hoxha dikon, për ata që jënë besimtarë. Nuk ka këto mirë me vesh me fjallë. Me fjallë po edhe me letër. Se ti më nëshë me harru fjallët e tua, onë më me harru, onë më bëbun lakmitar nesër, ti më nëshë më bëbun lakmitar. Po në fillim hoqë fillon si diçka e vogël, si e pa besushme për të zhvilluar si biznes. Pa marë parasysh. Edhe në këtë rast duhet... Edhe 10 euro nëse i shtim aty, edhe i blejmë një 10 buka, 20 buk me i shit, ka dale. Sa e kem fitimin, sa për i shtin ti për 10 euro, ti për i shtin 8 e 2, nuk mëjna këtu 50-50 ashti. Po 80 i marrën e 20 i mërti, se që ashtu është investimi. Po 10 euro, po 10 euro, kështu fillojnë. Këtë milionerat kanë fillue me borgje prej zerës. Ska dikush që o bo milioner për milionave. Po, dash me janis dikun. Kështu që do të mu detajizue. Edhe borgjin do të mes qarue. Çdo send. Mos qarimi
edhe lëshimi, neglizhimi këtyne marrëveshjeve që duhet fetarisht me i qita të kushtet shartët, tash i bartin pasojat. Vjen atë që keqë është gjendja. Vlla me vlla mos me fol. Ty s'lejohet me një besimtar mos me fol. Ai që shkut lidhet me vllaun, ai shkut lidhet me Zotin. Ai që shkut lidhet me besimtarin musliman, ai shkut lidhet me Zotin. Kjo është e dhimbshme. Mos me fol vlla me vlla. Për çka për punë biznesi, po mbyllë kajt me vlla. Mbyllë se çone po jetoj. Po jetoj edhe ndoshta kam e vdek pa biznes. Nuk është patjetër me pas. Ma mirë me fol me vlla e mos me pas biznes, se mos me fol me vlla e me pas biznes e me pas milionat. Çka po të vyjnë ato? Allah nuk t'i pranon punë, as ty, as mua, as kujt për besimtar musliman, nuk na i pranon punë, qoftë se kemi shput lidhet me farefisin, me familjen, sepse çdo tajte dorëzohen veprat që bëjnë gjatë javës. Çdo Shaban është muji 8 para Ramazanit, dorëzohen veprat që bëjnë gjatë vitit. Edhe Allah i pranon veprat, punët e besimtarve, përveç 2 persona që Allah nuk ja pranon. Kur ja dorëzojnë me lajket punët tona, 2 persona Allah i thot me lajkeve endhira hadhejni hatta yastaliha. Endhira hadhejni hatta yastaliha. Pritni këta 2 derisa të pajtohen. Kthehen poshtë veprat. Kthehet namazit, kthehet agjërimit, kthehet zakatit, kthehet haxhit, kthehet sadakaja. Po një herë nuk ka pranim. Kjo është e dhimbshme. Ti në shkollë me mësu 9 muaj, 10 muaj, edhe kur vjen koha me të privu prej testit profesorë, disa është e dhimbshme. E disa shqetësuese. E lemu me vlla mos me fol. Andaj i këshilloj, nëse ata më dëgjojnë, që të lëshojnë pe, cili me lëshu pe, qaj që është ma burr, qaj që është ma devotshëm, qaj që është ma trim, ai që është ma i mirë, ai lëshon pe. E këtë që i mani nati, këtë gjithë ka është ma keq. Sepse musliman në hidhërim apo në marrëdhënie me njëri tjetrin kështu janë 3 llojesh. E më i mirë është ai që vështirë hidhërohet, ama kur hidhërohet me njëherë pajtohet. Që ta janë më të mirët. Këtu të na, në popullin tonë bëni farë shprehje, ja, atë ne mon vetën si burr, one nuk hidhnohna, ama nëse hidhnohna me ty bujar, ma nuk ka një që më në pajton. Ja, më Allah, po te i thu vetit besimtar. Unë po flas për këta, duke i llogarit si vllazën, si besimtar musliman. Nëse son besimtar atëherë me gjyq, atëherë këtu rregullohen me tjetër send. Ky çuni nuk do të më shqetësu me boda, nëse ky ka ndikim te baba i tij, e fëmia ka ndikim shumë te baba, edhe te nana, ky do të më këshillo baba me lësho pe, edhe nuk ka kurfar problemi. Sepse rrezikun kur lëshon pe, rrezikun e ka të garantuar. E ki të garantuar. Nuk mundesh as më pak as më shumë le ta çelaj te dera, se dikush po të bë konkurrencë, më ka shqetësu, jo, more, ai ka rrezikun e vet, ti ke rrezikun e vet te çelin, ti keni furrë dhe 10 te çelin, secili e ka rrezikun e vet. Kur far problemi nuk është. Telefonasi tjetër përmendi probleme shëndetësore, sidomos migrena e shqetëson shumë gjatë agjërimit, sipas mjekut. Qysh e përshkruajti kjo dhe çy kanë thonë mjek, kjo lirohet nga agjërimi. Nga agjërimi, bile në bazë të përshkrimit lirohet tërësisht, sepse migrena po e shoqëroi kjo e pas ka domethënë në atë stadin apo në atë shkallën më të lartë, dhimbjen. Edhe plus tensioni, gjanda tiroide, në bazë kësajna lirohet deri kur të përmirësohet. Pas përmirësohet kur, atëherë do të me bo shpagimin në fund të Ramazanit. Edhe mos u shqetëso motor, as mos u mërzit se Zoti e din jetën. Zoti s'ta këshyr të gjuhën që apo thua, ta këshyr këtë që e kije. E kje këtë që po dhe me agjeru, po. A ke agjeru kur e ka në shëndosh, po. Regull është. Heq mos u shqetëso. Valla këtu, se kam bash për qëllim e agjeru, e po gjej arsyetime, tash në basë asaj që ki këtu të shpërblesh. Nërsa në këtë rast të po agjeroj? Jo, kjo po shihet që është e sinqert. Të paktën në këtë çështje, po shihet që është insistues edhe ka dëshirë me agjeru, po mos e dëmto sepse agjerimi nuk ka me të lënë duhe. Agjerimi nuk është runa zot me të handikapue, me të lënë keq. Agjerimi është për me të forcue. Agjerimi është për me të, është me thonë me të motivue për punë të mira, e kështu me radhë. Dhe fundit thot të vizitoj varrin e nënës, pastaj gjatë natës para gjumit friksohem çaj, më paraqiten varrezat e kështu me radhë. E para, e këshilloj këtë motrën që nuk ka nevojë çdo të premte, çdo xhumë me vizitu varrin e natës. Pse çdo xhumë? Ku po shkon ai çdo xhumë? Tjetra, pse kaq shpesh? Pse kaq shpesh? Edhe as më tepër kur ti po të paraqitet apo po të shfaqet varri. Kështu që nuk është patjetër prej bamirësisë për nënën e vdekur, apo për babën e vdekur të shkosh te varri atë edhe ti thuash, o baba, Allahu të më shëroft të fal.
ma në shpej që tuajt. Që prej këtujt në mëne me bodo, ma thonë, o Allah, fali, mëshiraj prindrit tonë të vdekur. Ata që kanë vdek, Allah i mëshiroft. Ata që në të smur, nuk pa tjetër tash ti me shku atje me pa, s'monesh me shku nështë me pa me një herë, thuj, Allah i shëroft. Ata që janë pa uzumës, du të me shku me thonë, o Allah i të uzoft, o baba jam e nana jam, se kështu e anina. Prej këtu i thuj, Allah uzoj prënd e mi. Edhe kësaj që i ka vdek nana, unë pe kuptaj. Se dhjetë ndjene, kom përjetu dhe one, është ndarje dhimshme. A ma dhe qëtë ja, atë të vore, qëka po i ndihman? Po bëj do, po do bën prej shtëpis, mëre. Kur farë problemi? Prej kerrit, prej avionit, prej trenit, prej rrugës, prej kafes, prej medjave, ku të bëjsh do, zote e pranan. Kështu që nuk ka këtu diçka shtetësuese, vetëm se vizita në stop, kur të rresh me varrezat, paraqitin varrezat. Kur të rresh me ëmbëlsina, e ke po natën këtë shkon me ëmbëlsina. Kur të rresh me diçka tjetër, ajo normal, këto janë ëndra, domethënë të përditshmërisë. S'mund të thonë që janë prej shejtanit. As prej këtina apo prej aty. Këto janë të përditshmërisë. Faleminderit shumë hoq. Faleminderit edhe juve dhe stafit tuaj dhe të gjitha atyre që deri në këto momente ishin me neve. Allah ju shpërbleft. Amin. Dashur miq, këtu po e përmbyllim takimin e sotëm. Takohemi nesër inshallah. Deri atëherë mirëmbëjtje dhe selam aleikum.